unifikim të faktorit politik shqiptar, se vetëm këtë formë do të pengojmë kurzimin që ato i bëjnë shqiptarve, të drejtave të tyre, të arrirave të tyre dhe ardhmërisë të tyre. E pra kush pati vesh për të dëgjuar dhe për të menduar sakt për situatën që na pret pas sa viteve, në qoftë se nuk marri masa sot, u bë bashkë në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim. Të tjerët zgjodhën shërbesën, zgjodhën servilizmin, e prandaj ju të dashur vëllezër dhe motra, të dashur shqiptar kudo që ndodheni, të duhet t'ja jepni këtë përgjigje me vot më 19 tetor, duke përkrahur anëkënd kandidatët e Aleancës Kombëtare për Integrim. E kuptohet që kjo do t'ishte forma më e mirë për t'ju dhënë mesazhin atyre të cilët kanë zgjedhur rrugë të gabuar, që politikën e mendojnë vetëm si një vendim që e merr për sot për nesër dhe jo me ndërgjegjen që do duhet punoj se ç'bën veprimi politik sot për ardhmërinë e popullit nesër.